Një thirrje për ndërgjegje, vota e diasporës dhe e ardhmja e Shqipërisë. Pesha e një momenti historik. Me 11 maj 2025, Shqipëria përballet me një moment historik. Për herë të parë, diaspora do të hedhë votat në zgjedhjet kombëtare. Kjo e drejtë, e luftuar gjatë, mbart një fuqi simbolike dhe praktike të thellë. Është një shans për shqiptarët jashtë ADH të rilidhen me rënjët dhe të ndikojnë në fatin e vendit. Por, mes këtij hapi historik, një pyetje e dhimbshme jehon tek ata që qëndruan. A do ta kujtojnë diaspora pse u larguan? Ironia e kujtesës. Në rrjetet sociale, zërat e diasporës shpërthejnë me mbështetje ndaj figurave politike si Ilir Meta, Sali Berisha, Edi Rama, e të tjerë. Për shumë shqiptarë në vend, kjo ndjehet si tradhti. Këta janë po ata lider, politikat e të cilëve korrupsioni dhe lakmia e tyre shtyn ikjen e qindra mijërave apo milionave. Ata janë arkitektët e dëshpërimit që i detyruan nënat të arratisen me fëmijët në kurriz, e të rit të rrezikonin jetën duke kaluar male si Gramoz apo detin e Egër. Trupat u humbën në lumenj e val, familjet u coptuan. Ata që qëndruan dëshmuan shkatërimin, fshatra të shpopulluar, varre të pambrojtura, breza të prerë nga rënjët. Tani, ndërsa diaspora shqiptare përgatitet të votojë, ata në Shqipëri luten, mos harroni. Mos harroni kush e shndërroi ADH-n tuaj në një vend nga ju duhej të arratiseshit. Mos harroni netët e kaluara në shtigje të rrezikshme, turpin e të kërkuarit strehim në vende të huaja, dhimbjen e pamundësisë për të qarë pranvareve të prindërve tuaj. Këta politikan nuk qanë për ju, ata e pasuruan veten, ndërsa ëndrat tuaja mbyteshin. Hipokrizia e zgjedhjes. Është ironi e hidhur që ata që u dëbuan nga korrupsioni tani rrezikojnë t'u japin fuqi pikërisht forcave që i dëbuan. Meta, Berisha, Rama dhe shokët e tyre nuk janë shpëtimtar. Ata janë mbeturina të një sistemi të thyer që shkëmbeu besimin publik me fitime private. Premtimet e tyre janë të zbrazta, legjendat e tyre njollosen nga të ardhurat e vjedhura. Të votosh për ta është si të pështysh mbi varret e atyre që vdiqën duke ikur nga sundimi i tyre. Shqiptarët në vend e njohin vuajtjen tuaj, o diaspor. Ata e din forcën tuaj, këmbënguljen tuaj. Por pyesin, pse të shpërblehen shtypësit? Pse t'u jepet pushteti përsëri atyre që ju dëbuan? Shqiptarët që qëndruan, edhe pse të pakët në numër, luftuan për të rindërtuar. Ata përballen çdo ditë me korrupsionin, varfërinë dhe cinizmin. Ata refuzojnë të braktisin ADH-n, duke besuar se drejtësia mund të lulëzojë edhe midis rënojave. Një vot e diasporës për fuqitë e vjetra do të minojë këtë luftë, duke rrezikuar një valë të re arratisjesh këtë herë të atyre që qëndruan me shpresë. Një lutje për unitet. Kjo nuk është thirrje për të refuzuar zërin e diasporës. Është lutje për ta përdorur atë zë me mençuri. Vota është një armë. Drejtojeni atë kundër rënjëve të korrupsionit, jo kundër degëve. Fati i Shqipërisë varet nga kjo zgjedhje. Nëse diaspora votojnë me nostalgji ose premtime të shkurtra, mund ta dënojnë ADH-n të përsërisë faqet më të errta të historisë. Por nëse votojnë me kujtesën, me zemërimin për atë që u vodh dhe shpresën për atë që mund të jetë, mund të ndihmojnë në ndërtimin e një Shqipërie të re. Për diasporën, ju mbani plagët e këtij kombi. Duart tuaja ndërtuan jetë të reja jashtë, por zemrat tuaja rrahin për Shqipërinë. Kur të votoni, kujtoni malet që kaluat, detin që glabëroi të afërmit, karriget e zbrazta në tryezat familjare. Nderojeni atë dhimbje duke zgjedhur udhëheqës që do të shërojnë, jo që do të shfrytëzojnë, që do të shërbejnë, jo që do të vjedhin. Zgjedhja para nesh. Shqiptarët në vend nuk mund ta bëjnë këtë vetëm. Ata kanë nevojë për aleat në diasporë që shohin qartë, që votojnë jo për politikën e së kaluarës, por për premtimin e së ardhmes. Është koha për të thyer ciklet, jo për t'i përjetuar përsëri. Më 11 maj, le të jetë vota juaj një orë, jo një pengesë. Le të nderoj sakrificat e atyre që ecën në Gramoz, që u mbytën në kanalin e Otrantos, që ende luftojnë për drejtësi në vend. Së bashku, shqiptarët kudo mund të ngrihen. Por së pari, duhet të kujtojnë.